O hoxh, kush e shkruajti Kur'anin? Kur'ani, në moment që i zbriste profetit a.s., shokët e profetit a.s. e memorizonin, e mësonin përmendesh, dhe njëkohësisht edhe e shkruanin. Pra, qysh në momentin që i ka zbrit profetit a.s., që i është shpallur profetit a.s., qysh në atë moment, pra është memorizuar dhe është shkruar Kur'ani. Dhe kjo ka bërë që Kur'ani ta kemi edhe sot, pra ashtu siç ka zbrit prej të madhit Zot, pa ndryshime, pa kontraditën të. Është origjinal siç ka zbrit prej Allahut të lartësuar, sepse Zoti i gjithësisë është zotuar që do ta ruaj atë. Dhe nuk guxon njeri të bëjë ndryshime në Kur'an. Është i vetmi libër hyjnor, pra që nuk ka në të ndryshime, nuk ka në të fjalë të njerëzve. Pra është i tërë i fjala e Allahut të lartësuar, është ashtu siç ka zbrit prej të madhit Zot.